Përshëndetje. Sot po përgatisim edhe një recetë tjetër të mrekullueshme. Fillojmë recetën. Së pari në inë hedhim 800 gram mish të bluar. Një vezë, 5 lugë të gjellës, thërmia buke. 80 ml qumsht. 3 lugë të çajit kryp. 1 lugë të çajit biber të zi. 1 lugë të çajit piper i kuq. 1 vazhdojmë dhe të gjitha i përzim kështu me lugë. Pastaj do të vazhdojmë përsierjen me dorë që të mund të bashkohen të gjithë përbërësit dhe që të mund t'i japim një formë roleje mishet. Këtu marrim 1 litër përpjekje dhe e lym me vaj. Pastaj këtu hedhim edhe mishin e bluar që e përgatitëm më herët dhe tani i japim një formë roleje. Mundohemi që mishit t'i japim formë të roles e pastaj do e mbështjellim me letër. Mishin e mbështjellur kështu në formë roleje do e lam në friz ose në ngrirje për afërsisht për 30 deri në 40 minuta. E pastaj do të vazhdojmë me pjesën tjetër të përgatitjes. Pasi të kalojnë 30 minuta, e vendosim në tepsi edhe e pjekim në temperaturë 200 gradë për 30 minuta. Pra, në furrë në temperaturë 200 gradë 30 minuta. Derisa mishi të bëhet gati, vazhdojmë përgatitjen edhe salcën, të cilën do e hedhim mbi mish. 1 gotë ujë 225 ml, 1 gotë me krem hopla ose pana për gatim, pra gota e njëjtë, 225 ml, 1 lugë e çajit kryp, 2 lugë të çajit biber të kuq. Vazhdojmë edhe i përzim krejt bashk, edhe këtë përzierje unë do e hedh mbi mishen dhe kjo do jetë salca e cila do jep një shije shumë mishit. Pasi mishin e kemi larguar nga furra pas 30 minutave, siç mund ta shikoni e ka marrë një skuqje të lehtë. Vërtet ka një aromë shumë të këndshme. Vazhdojmë edhe e ndajmë kështu në pjesë të holla. Pra, rolen që e kemi përgatit, e ndajmë kështu në pjesë. Pastaj, çdo pjesë të roles të formuar me mish, do e rendisim kështu në tepsi. Vazhdojmë tash përzierjen që e përgatitëm më herët ose salcën, e hedhim mbi mish edhe kështu përsëri mishin do e kthejmë në furrë në të njëjtën temperaturë edhe për 30 minuta të tjera. Pra në 200 gradë edhe për 30 minuta të tjera ose 20 minuta ju do e kontrolloni derisa salca të filloj të trashet pak. Dhe tani mbi do i hedhim edhe pak rozmarin nëse ju gjendet në shtëpi ose mund të hedhni erëzat e juaja të preferuara. Tash në furrë do e fusim përsëri.
Dhe tani e kemi gati mishen. Siç mund ta shikoni, ne kemi përgatitur një recetë shumë të shijshme dhe të veçantë. Tash pasi mishi është gati, ne mund ta servojmë. Por unë do e shoqëroj me pak pure domate. Tash e servojmë në pjatë. Do hetim gjithashtu edhe nga salca dhe kështu po përfundojmë me recetën e sodit. Kjo ishte receta që kisha përgatitur për ju sot. Pra, mund ta shoqëroni me pure, por mund ta shoqëroni me pilav ose me perime. Si të doni ju, do e bëni vetë kombinimin e të gjitha ushqimeve. Kjo ishte receta që unë sot e kisha përgatitur për ju, shpresoj të ju ketë pëlqyer dhe kjo meni e iftarit. Me receta të tjera shihemi me video të tjera. Mirëmbëjtje.